Rozana flet për gënjeshtrën e madhe të çiftit Egli Gjesti, nuk e ka dashur asnjëherë. Finalistët e Big Brother VIP janë më afër finales së madhe të 19 prillit, teksa vetëm pak i ndan nga çmimi për 100.000 eurosh. Teksa Rozana ka folur më shumë me Laertin, duke folur më troç për disa nga temat që e kanë shënjuar këtë Big Brother, teksa sa për aleancën e divanit blu, ajo tha: "Dy lojra janë, mua më ka kërkuar Gjesti të gënjej që njiesha unë me Gjerthën dhe ajo me Livian dhe Laertin. Nëse do të bëja strategji me të gjithë ata që kanë dalë, i bie të kisha dalë deri më tani, siç doli divani blu." Rozana pohoi se dy personat me të cilën nuk do të mbaj shoqëri jashtë janë Gjertha dhe Egli. Ajo shtoi: "I qëndroj të njëjtit mendim, Egli më ka mërzitur shumë. I jam dhënë ollin Eglit, ke dashur të tregohesh e fortë dhe ke thënë që do të rrish me të. E nëse ky djali ka të dashur jashtë, Egli duhet i thoshte vajzave që të mos dashuroni njerëz që nuk ju duan. Gjesti nuk e ka dashur asnjëherë Eglin, ka dashur të pastrojë imazhin e tij në mënyrën se si u sodh me Eglin. Sot gjithçka po bëhet për biznes. Kur të dalim atje jashtë, le të fitojmë dhe nga historitë e shpirtit", tha Rozana, e cila u pyet në një moment edhe nëse do të ketë një lidhje normale në çiftin e finales, teksa tha: "Nuk besoj se do ketë një lidhje normale në çift. Ai është një djalë i cili e vetmja gjë që ka bërë ka qenë denigrimi i Eglit, dhe momentin e parë që erdhi i tha: "Ti do të ulesh jashtë." Kemi parë duke i thënë: "Nuk jam i sigurt." Gjesti mendon se duke luajtur këtë djalin e mirë të dashur, mendon se ka arritur për ta pastruar imazhin e tij jashtë. Perde nuk mund t'i vesh publikut, ka thënë Rozana ndër të tjera, duke thënë se ka zhgënjur shumë sjellja e çiftit ndaj saj.